Të nderuar të pranishëm, të nderuar mysafir, të nderuar përfaqësues të institucioneve shtetërore, përfaqësues të organizatave partnere, sektori privat, përfaqësues të Caritas Kosova, të rinj nga vendet e rajonit dhe të dashur kolegë dhe miq të programit Jurgjop. Mirë se vini në konferencën finale rajonale punësimit të rinjve në Ballkanin Perëndimor, thirrje për përgjegjësi të përbashkët. Kjo konferencë shënon kulmin e një udhëtimi të përbashkët disa vjeçar në mbështetje të rinjve tanë. Kjo është konferenca e fundit finale që do të shpalos arritjet, sfidat dhe mësime të nxjerra gjatë zbatimit të programit Jurgjop, një iniciativë rajonale që ka bashkuar organizata dhe institucione në Kosovë, Shqipëri, Bosnjë dhe Hercegovinë, Serbi dhe Maltëzi, me qëllim fuqizimin e të rinjve përmes mundësive reale për punësim dhe zhvillim profesional. Në këtë konferencë do të ndajmë eksperienca, rezultate dhe vizione për të ardhmen, për të vazhduar ndërtimin e një rajoni ku të rinjt janë pjesë aktive e tregut të punës dhe zhvillimit ekonomik e social. Dhe pa humbur kohë, ja kaloj fjalën drejtorit gjeneral të Caritas Kosova, Don Viktor Sopi. Përshëndetje për të gjithë, shumë të nderuar pjesëmarrës, lejoni që sot me pika shumë të shkurtra të në radhë e parë të përshëndes mysafirët të nderuar, shkëlqësien e tij i peshjin ordinar me të vendit dhe një herit presidentin e Caritasit Kosovës, Monsignor Dod Gjergjin. Një përshëndetje të veçantë për zonjën Rita Glavica nga Agjencia Austriake për Zhvillim dhe donatorin kryesor të projektit dhe falë tyre, ne kena bërë një punë të mirë në mbështetje të dinitetit kultivimit të atyre vlerave që të rinjt i posedojnë profilin e tyre. Një përshëndetje po ashtu shumë të përzemër për Andreas Knapp. Andreas Knapp është gjithmonë i mirëseardhur, sepse si sekretari përgjithshëm i Caritasit Austrisë, e njeh shumë mirë vendin dhe me dashuri të sinqertë, në mbështet të mirën në favor të rinjve apo kudo që projektet zhvillohen në Kosovë. Një përshëndetje edhe për drejtorin e Caritasit Diocezan, Karinta, Ernest Sandrieser, dhe prezenca e tij po ashtu na gëzon si një bashkëpunëtor i mirë, mbështetës në punën e përditshme që e bëjmë. Një përshëndetje ka edhe drejtoresha e agjencisë në Kosovë për mbështetjen e të rinjve, Zjata Osmani. Përfaqësues të nderuar të komunave ku Jurgjopi zhvillohet, kuptohet falet dhe mbështetjes së tyre, dhe atje ku të rinjt vërtet presin me zemër të hapur mbështetjen që programi Jurgjop ju afron. Drejtorët e Caritaseve të rajonit, miku në nderuar zotri Monsignor Tomo Knežević i Bosna Hercegovinës, drejtorin e Serbijës, Mihael Gergel, dhe gjithë përfaqësues e Caritaseve rajonal, si që është Shqipëria, Bosnën e përmenëm, Serbijen, Maqedonia e Veriut, Mali i Zi dhe partnerët tjerë. Një falëndrim të veçantë e kanë ekipet në teren
të cilët me një përkushtim jashtëzakonisht serioz kanë bë punën më të mirën në kultivimin e atyre vlerave të dignitetit njerëzor që parim e ka Karitasi Kosovës në mbështetjen e tyre. Në qendër të punës sonë, gjithmonë është personi, digniteti i tij, vlerat potenciale të cilat i posedon. Kjo është ajo që Caritas Kosova promovon dhe mbështet tek çdo person që e takon apo nëpërmes projektit i afron ndihmë për të arritur qëllimet që ata i bartin brendjen e tyre. Programi Urxhob është dëshmi e kësaj qasje. Ai ka afruar jo vetëm trajnime dhe mundësi për punësim, por edhe një rrugë për zhvillim personal, profesional, për të rritur individi me vetbesim në orientimin e idealit që e kanë si të rinj. Në Kosovë, vendi jo i vogël, ka një potencial jashtëzakonisht madh tek trinjtë e treja, të cilët kanë dëshirën e pastër për të bërë hapa drejt qëllimit më fisnik, që nuk e ngrit vetëm personën e tyre, por është dobi të mbarë shoqërisë. Prandaj, ky sukses është rezultati i një bashkëpunimi të fortë të bashkëpunëtorëve, të ekipeve në rajon, të cilët vërtet pa lodhje kanë grumbulluar me qindra të rinj, të cilët presin mbështetjen në kultivimin e atyre vlerave, virtyteve për të cilat mënyrë profesionale janë përcaktuar. Më lejoni të falenderoj mënyrën më të përzemërt Agjencinë Austriake për Zhvillim, ADA, për mbështetjen e vazhdueshme të tyre financiare dhe kërkoj me zemër të mirë që të bëjnë të mundur që ky projekt vërtet t'i mbështetë edhe ata që presin dhe janë kurioz si do të inkuadrohen në grupin e atyre përfituesve, qofshin vetëm trajnime për të ngrit atje ku ata sunojnë. Po ashtu një falendrim të gjitha komunave, të cilët kanë hapë portat dyert e tyre, kanë bashkëpunuar seriozisht dhe kanë mbështetë, kanë mirëprit këtë projekt dhe e kanë konkretizuar de facto në jetën e trinjve, trejave në komunat e tyre. Ne besojmë se të rinjt janë fuqia ma e sigurt e së ardhmës, e aq më tepër kur punohet me të rinjt, kur ata stimulohen, kur ata e përjetojnë dashurinë e sinqertë, partnerëve të cilët ju afrojnë mundësi për të bërë një ecje të mirë drejt atyre parimeve ku vendet tjera ndoshta shumë më para kanë arrit, kanë pas, e sot ndoshta ju mungon ky zë, ky faktor rinor që ne vendi ynë e posedon, e ka, e ngroh dhe mundohet me afrue qasje në ato vlera inovative që ata stimulojnë për një ecje të mbarë. Prandaj Urxhobi është më shumë se një program. Projekti Urxhob është një manifest i promovimit të vlerave të dignitetit njerëzor. Ai ka vend kudo në globin tonë. Prandaj është e natyrshme, të nderuar donator, bashkëpunëtor, është e natyrshme që të bëjmë më të mirën e mundshme, ndoshta edhe të pamundshme,
për t'i mbështetur të rinjt në aspiratat e tyre që janë aq të kuptueshme, të pranueshme dhe shumë kuptimplote. Ne do të vazhdojmë të punojmë me këtë pasion si Caritas Nacional në Republikën e Kosovës, do të bëjmë më të mirën e mundshme sa ne mundem, që të rinjt mbesin me shpresë të bashkuar për të vazhduar qasjen e tyre nëpërmes projektit Jurgjop e cila ju afron. Në mbarim ju falenderoj të gjithë, dhe është e pamundur për një kohë aq të shkurtër të them të gjitha, por dua në mbarim edhe njëherë ta falenderoj presidentin e Caritasit Kosovës, Ungjilli thot, në Ungjil thot Jezu Krishti, ju jeni miq të mi, ju nuk jeni shërptor, jeni miq të mi. Ne mundohemi të krijojmë një ambient miqësie dhe kur jemi miq, atëherë mund të bëjmë punë shumë më lehtë, më të mira në dobit e atyre që i afrohen aromës karitative. Për krejt këtë, miku jon i Caritasit, presidenti i Caritasit, ka një vizion, ka një përjetim dekadash dhe unë e falenderoj për mbështetjen e tij dhe tras Monsinjor Gjergjin që të merr fjalën. Pasha me ju dhe qedve dhe që në fillim dëshiroj të shprehje dhe unë mirënjohjen, falenderimin dhe përshëndetjen e gjithë pranishmëve këtu, siç edhe kësaj drejtorit, por për të mos zgjatën edhe për të mos u përsëritën, nuk dua të përmend të gjitha ato përfaqësi. Për shpreh gëzimin tim që sot jemi këtu në Kosovë për të mbajtur konferencën përmbyllëse të projektit Jurgjop. Dhe shpreh falenderimet e mia për donatorët, shpreh sigurisht falenderimet e mia për Caritaset rajonale që kanë bashkëpunuar në këtë projekt, të vazhdojnë të kryejnë të njëjtën shërbim dhe të ofrojnë të njëjtën mundësi për të rinjt në vendet e ndryshme të rajonit, dhe shpreh mirënjohjen time për bashkëpunëtorët në Caritas, të cilët me sukses kanë pasur mundësinë, vullnetin dhe dashurinë që ky projekt të jetë i dobishëm, i gjithë realizueshëm dhe kanë arritur të bashkëndajnë përgjegjësinë me të tjerët në rajon, ashtu që angazhimi i ynë për të rinjt të jetë epicentër e asaj që kisha, Caritasi dhe gjithë neve që jemi të pranishëm duam të bëjmë. Sepse në çdo veprim njerëzor, në familje, në shoqëri, në shtet, në Caritas, ose kudo tjetër, kur investojmë të dritë, investojmë në ardhmën, investojmë në shpresë, investojmë në një sukses që nesër do ta shohim me sy tanë duke realizuar në të rinjt që do të rriten. Por ata nuk mund të bëjnë vetëm, pa mbështetje, pa përkrahje, pa këshilla, pa përvojën e të vjetërve dhe pa mundësinë që e kemi krijuar ne të rriturit ose institucionet të veçformuara. Prandaj projekti Jurgjop, përveç se është një mbështetje për të rinjt dhe një shpresë që ata të marrin flatërat për të fluturuar ose që të ngriten në kam për të marrën përgjegjësi të veta dhe për të ndërtuar këtë ardhmen e vet, në mënyrë indirekte dhe të kërthartë, e herë edhe të drejt për drejt, ky projekt dhe ky angazhim është një kontribut
i paqmueshëm dashurie për njerëzit në rajon, sepse Caritasi Caritasi me këtë projekt ka dëshmuar që kufit nuk kanë rëndësi kur është në pyetje dashuria. Sepse dashuria në përbashkët për të ardhmen, bashkëndarja e përgjegjësive për paqen dhe bashkëangazhimi i të gjithë të rinjve për të ndërtuar të ardhmen i të kalon gjitha kufit. Nuk ish duk, as nuk tenton të ndryshoj, por i të kalon ose i ban të pa rëndësishëm. Dyta gjë është kontributi projekt dhe kjo angazhim është i kontribut i madh për paqen dhe pajtimin në rajon. Sepse të rritë duke u bashkëangazhuar, bashkëpunëtorët tonë në vendet e ndryshme duke bashkëvepruar dhe donatorët duke baraskëshpërnda mundësitë e tyre për të gjithë njerëzit që jetojnë në rajon, e krijojnë një bazament të fortë për paqen dhe pajtimin mes popujve dhe për angazhimin e përbashkët për të ndërtuar një të ardhme më të mirë për të gjithë, e duke i thyë ato barierat e kufit e ndarjeve ose përçarjeve tona. Të rritur. E shpresoj që ju të rinjt që keni përfituar, ju të rinjt që jeni angazhuar në këtë projekt dhe ne të cilët kemi ndihmuar dhe kemi mbështetur në këtë projekt, të gjithës bashku të japemi edhe të vazhdojmë të japemi kontributin tonë për të ndërtuar këtë mënyrë veprimi në dashuri, në përgjegjësi dhe me qëllim të shenjtë të shnosh që të krijohet e ardhmja e sigurt për të rinjt, paqja për të gjithë dhe respekti për secilin. Falenderoj presidentin e Caritas Kosova, shkëlqësinë e tij Monsinjor Tot Qergji, gjithashtu edhe drejtorin gjeneral Don Viktor Stopi, për fjalët e tyre nxitëse dhe që janë mbështetja jonë më e madhe në Caritas Kosova e po ashtu edhe në programin tonë Eurojob. Më lejoni që të ftoj zonjën Rita Glavica, udhëheqëse e zyrës së Agjencisë Austriake për Zhvillim. Zonja Rita, fjala për ju. Prezentitje, good morning. Dear Excellencies, Directors, dear colleagues from Caritas and partner institutions, dear representatives of municipalities and public employment services, guests, partners, and especially also, of course, dear young people. It is a great pleasure and honor to be with you here today on behalf of the Austrian Development Agency, ADA, to celebrate the conclusion of a program that is more than just a project. Your job has become a regional platform for hope, opportunity, and transformation. Over the past years, your job has reached thousands of young people across the Western Balkans, many of them in vulnerable situations, often excluded from formal pathways to the labor market. Through career guidance, training, internships, and startup support, the program did not just create jobs, it fostered confidence, skills, and the courage to envision a different future. From Austria's perspective, the Your Job program exemplifies the type of cooperation we believe in. It is regional, inclusive, evidence-based, and rooted in strong partnerships. It is aligned with the EU's vision for social and economic convergence in the Western Balkans, and it contributes directly to the SDGs, as well as to the EU Gender Action Plan 3. As we look ahead, let us not treat today as the end of a project, but rather as a stepping stone. The tools developed, from the career guidance manual to the startup incubator models, are scalable. The partnerships built between Caritas, national employment agencies, municipalities, and education institutions are durable. And the experiences of over 4,000 young people have laid the foundation for systemic change.
Let us build on this momentum. Let us invest further, not only in employability programs, but in policies that break structural barriers and offer real, sustainable prospects for youth in this region. In closing, I want to warmly thank Caritas Austria and its country offices in Albania, Bosnia and Herzegovina, Kosovo and Serbia. I also want to thank all implementing partners, donors, and of course the young people whose courage and energy are at the heart of your job. Your Excellency, Monsignor Cerci, really, and also Don Victor, thank you very much for your very warm words and words of appreciation. Dear Director Osmani, dear Vice Directors, dear representative of the Austrian Development Corporation, Austrian Development Agency, dear Director of National Employment Agency, and really dear Caritas directors. I've seen already many during breakfast, but I see now even more directors here in the room. And dear youth councillors, dear colleagues also in the Caritas organizations responsible for the effective management of the program, dear colleagues from Austria, I must really say I'm actually emotionally touched to be able to stand in front of you after really 6 years of really impactful implementation of the Your Job program. From Secours Catholique and Medicor. Again, through their co-financing, we could enlarge the program further. But I really think, and it has been mentioned before, that the strength of this program really lies in the dedication of our partners and especially the coordinators, but most importantly of our guidance counselors across the region. And what really impressed me from the reports, but also from the short interaction I had, the real active participation and the strength of the youth in this whole program. And the spirit of youth engagement really gives me the hope, and having been able to witness the potential of the transformation we were able to trigger through this program. And it was also mentioned before, and I would really personally reinforce what made me also quite proud, even from a distance in Vienna, the true regional nature of this program. Because I've been working now in development cooperation for a long time already, but I must say there are very few programs I've been able to witness where sort of a project really was able to trigger such a solid regional cooperation. And this gives me the hope also beyond the program that this will stay. And Your Excellency, you have mentioned it very much, that the nature of this program, that, you know, the strong collaboration across countries, which is possibly really not always natural, but through this program, I think this regional cooperation was further strengthened. And I could feel it, even from a distance from Vienna. And another sort of development or feature of this program which made me very proud is sort of that beyond this regional cooperation was not just for the sake of working together, but even innovation was fostered because of regional cooperation. Because I remember in the Tirana conference, this was for me one of the sticking points, that different modules and elements of these programs were developed in different countries. And innovation, a certain innovation happened in Bosnia, a certain innovation happened in Serbia, a certain one in Kosovo, but you brought it together. And through this bringing it together, the effect and the impact and the results were much bigger. So really regional cooperation had its multiplying effect, and this really made me quite happy.
and makes me also optimistic for the future of the program. Although we are facing, like there's a current global trend of funding shortages for development. We see sometimes painful funding cuts in different countries. So therefore we are not immune to this even here in this program. But I think with the strong idea which brings us together, and hopefully also the confirmation today that the impact is real of this whole program, and with the innovation happen in different countries, maybe now the innovation also has to be how we continue supporting this program, despite the challenges we are facing. So I really once again want to thank you all, and I'm really proud and happy that Austria and Caritas Austria, we were able to be part of it. Also big thanks to my team here, but also back home in Vienna and in Austria. So really big thanks, and I wish the conference all the best, and I'm so excited to learn and listen more on the real results on the ground of the program. So big thanks. Faleminderit zotri Andreas Knap. Më lejoni që në emër të nënkryetarit të komunës Mitrovicës së Jugut, zotri Arjan Tahiri, t'ju kërkoj falje të gjeze pasi që nuk mund të jetë i pranishëm për shkak të agjendës së tij, dhe po ju përsjell edhe mesazhin që na ka dërguar. Është shumë i lumtur dhe mirënjohës për bashkëpunimin që ka pasur me Caritasin e Kosovës në të mirën dhe interesin e të rinjve. Gjithashtu, Caritas Kosovës dhe stafit ju uron shumë suksese. Tani më lejoni të ftoj zonjën Jehuna Regja, drejtoreshe përgjithshme në Agjencinë Kombëtare të Punësimit. Fjala për ju. Përshëndetje për të gjithë, të nderuar përfaqësues të Caritas Kosovës, përfaqësues të Caritas Austria, përfaqësues të ADA, përfaqësues të institucioneve, organizata partnere nga rajoni, sektor privat dhe mbi të gjithë ju të rinj që jeni arsyeja pse jemi mbledhur sot këtu. Është kënaqësi e veçantë jem pjesë e konferencës që shënon mbylljen e një programi të suksesshëm dhe njëkohësisht hapjen e një etape të re për zhvillimin e mundësive të punësimit për të rinj në Kosovë dhe më gjerë. Dëshiroj të shpreh mirënjohjen time dhe gjithë Agjencisë Punësimit për Caritas Kosovën dhe të gjithë partnerët rajonal për bashkëpunimin e shkëlqyer që kemi pasur gjatë këtij rrugtimi. Programi Your Job ka qenë një partner i afërt dhe i besueshëm i agjencisë në përpjekje për zhvillimin e aftësive profesionale të të rinjve, veçanërisht në profile praktike si gastronomia, pasticceria, furtaria dhe rrobaçepsia, fusha këto që përfaqësojnë sektorët me kërkesë më të lartë në tregun e punës. Punësimi i të rinjve mbetet një nga prioritetet e qeverisë Kosovës, të cilat janë të përcaktuara mirë edhe në strategjinë e punësimit Kosovës 2024-2028. Për këtë, agjencia brenda mandatit e misionit që ka po zbaton një gonë të gjerë të masave aktive të tregut punës e që përfshin skemat e punësimit që mbështesin të papunët, veçanërisht të rinj, me përvojën e parë përmes subvencionimit pak, trajnimit në vendin e punës që përfshin edhe përgjegjësitë tona si se dorë kyç në procesin e zbatimit të garancisë rinore, që siguron që çdo i ri në moshën deri në moshën 29 vjeç, brenda 4 muajve të ketë një ofertë për punë apo trajnim, arsim apo praktik. Përveç kësaj janë edhe programe të tjera që lidhen me fushën e zhvillimit të aftësive profesionale e të cilat po zbatohen në bashkëpunim me partner të ndryshëm, siç është edhe projekti Your Job. Pikërisht përmes këtij bashkëpunimi kemi arritur të forcojmë urat midis ofruesve të trajnimeve, zyrave të punësimit dhe sektorit privat, duke krijuar një qasje më të integruar për përfshirjen e të rinjve në tregun e punës. Rezultatet e projektit në bashkëpunim me agjencinë dhe zyrat e punësimit janë të prekshme dhe frymëzuese. Qendra të rinj kanë përfunduar trajnime profesionale në gastronomi, pasticceri, furtari e rrobaçepsi. Shumë prej tyre janë punësuar menjëherë pas përfundimit të trajnimeve, ndërsa për të tjerët jemi duke u përkushtuar që me prioritet t'i përfshijmë në programet tona që kemi në zbatim dhe objektiv të përmbushjes së rolit të përgjegjësisë, siç e përmenda edhe më herën në skemën e garancisë rinore.
Çdo herë e kemi dëshmuar se për sukses të qëndrueshëm, përvojat e bashkëpunimit që APRK ka pasur me mekanizma të ndryshëm publik e jo qeveritar, me organizata e partnerë ndërkombëtar, kanë rezultuar të frikshme në segmentin e ndjeshëm të kërkuara në tregun e punës. Prandaj agjencia mbetet plotësisht e përkushtuar të vazhdojmë për partneritet me të gjithë akterët potencial për të shtrirë më tej praktikat e mira sikurse edhe në projektin Fit for Job. Në përmbyllje dëshiroj të falenderoj të gjithë partnerët, donatorët dhe ekipet që e bën të mundur këtë rrugtim. Le të vazhdojmë së bashku rrugën drejt një tregu gjithëpërfshirës ku çdo i ri do të ketë mundësi të mësoj, të punoj dhe të ndërtoj një jetë të qëndrueshme. Faleminderit. Jemi drejtorin general të Caritas Kosovës Dan Viktor Sopi, ku do të flasim rreth aktiviteteve të sotme në konferencën e cila organizua për shkak të projektit Your Job, i cili ka një mandat 5 vjeçar që vepron në Kosovë, por gjitha detajet do të flasim me hollësisht me drejtorin e Caritasit Dan Viktor Sopi. Unë ju falenderoj për prezencën e juaj. Sot ishte një ditë jashtëzakonisht e rëndësishme, jo vetëm për Caritasin e Kosovës, por të them ashtu për të rinjt e trejet në vendin tonë, për arsye se janë të përfshirë në projektin Your Job, ku ishin donatorët kryesorë. Me këtë projekt ne dëshironim si lideri që jemi i projektit për Ballkanin Perëndimor, ku ishin prezent edhe gjitha shtetet rajonale, si që është Maqedonia, Shqipëria, Serbia, Bosna dhe Hercegovina, Mali i Zi, ishin partnerët kryesor të financiar që e mbështesin këtë projekt. Sot përfundoi pjesa e dytë e implementimit e këtij projektit dhe me shpresë kemi që të fillojmë me këtë projekt në mbështetjen e dinjitetit njerëzor në fushat e caktuara, ku ata vërtet e përjetojnë inovacionet e tyre, përjetojnë një mbështetje jashtëzakonisht të fuqishme nga projekti Your Job. Për atë arsye unë jam sot i kënaqur sepse siç e ceka edhe në fjalën e rastit, dëshirojmë të krijojmë miqësi me partnerët. Dëshirojmë të krijojmë miqësi me jo vetëm me partnerët, por edhe me implementuesit, edhe me përfituesit, sepse vetëm dashuria i jep kakje të mirë angazhimit dhe ecjes drejt një idealit. Prandaj unë si drejtor në Caritasin e Kosovës me konsiderojnë vërtet si një vlla dhe unë i konsideroj si një vlla motër gjithë punojësit që i përfshin projekti. Në projektin Your Job, si që keni ndëgjuar nga shumë parafolësit e mi deri në këtë moment, kryesorja është që potencot dinjiteti njerëzor. Njeriu është i pacenuar në ecjen e tij, përcaktimin e tij. Mirë po në këtë rast, ne në Kosovë jemi një vend i vogël me një potencial jashtëzakonisht të madh, pasi që nuk po nalim në shifra, por me mija të rinjt kanë aplikuar për një përfitim që ndoshta nuk e kuptimson angazhimin e tyre si përfitim, por mjafton me pa vullnetin e tyre, përcaktimin e tyre, që ata dojnë të arrijnë një ideal të cilin e bartin në profilin e tyre si njerëz. Prandaj jam i lumtur që sot ishim bashkë me gjithë përfituesit, me gjithë veprimtarët në Caritasin e Kosovës dhe magjerët e Caritasive rajonale, që të dëshmojnë para faktorit ndërkombëtar në këtë rast, para donatorit që ishte Agjencioni për Zhvillim i Austrisë, ku ishte drejtoresha edhe Caritasit austriak, por edhe ato bartën gjitha dëshmit edhe nga organizata që është jashtëzakonisht e fuqishme në Evropë, Renovabis, e cila është një ndër mbështetësit kryesor të projektit dhe kemi shpresë, si që potencoj edhe im zot do të Gjergji PSHY-n, shpresa mbetet e fuqishme dhe atë e androjnë
të rinjt për ecjen e tyre të mbarë e të fuqizuar në përcaktimin e tyre për zhvillim. Faleminderit shumë, Viktor. Faleminderit. Ju dëshiroj punë të mbarë. Miq të dashur të Kosova Infos, siç patët mundësi të shihni edhe nga konferenca, fjalime të shumta sa i përket këtij organizimi dhe gjithë punës që është bërë nga Caritas Kosova dhe projekti Your Job. Tani jam me koordinatorën e projektit Shqipe Kurti, ku do të na flas pak lidhje me gjithë këtë punë e cila është bërë ndër vite për të mundësuar të rinjët kosovarë të përfitojnë nga ky projekt dhe të kenë mundësi të hapin biznes të tyre apo gjejnë edhe vendet e punës. Shqipe, faleminderit shumë që pranuat të jeni pjesë e intervistës në Kosova Info. Faleminderit edhe juve dhe faleminderit që jeni pjesë e konferencës tonë, po njëkohësisht edhe pjesë një mundësie për përmbledh rezultatet të një rrugtimi 3 vjeçar përmes Your Job, programi realizuar në Caritasit Kosovës, po dhe në nivel rajonal. Si ka lind ideja të thëmë ashtu, apo si ka orë deri tek ky projekt, kush janë donatorët dhe çka është punuar gjatë tyre viteve, cilat kanë qenë synimet kryesore? Zanafillën projekti ka prej vitit 2019, duke pa numrin e madh të mos përputhjes mes punkërkuesve edhe të punësuarve, po njëkohësisht edhe hapësira mes rinis tonë të përgatitur për punë, ku tani kemi çdo i treti ose më herët ka qenë çdo i pesti pa punsum. Kjo ka qenë edhe ideja pse u bë krejt ballkoni bashk dhe kemi ardhur deri tani me ideimin e një projekti dhe kjo është arsyeja pse quhet Your Job, që thjesht është puna jote ku një i ri adresohet me kërkesat e tij. Fillimisht në ideimin e këtij programi ishte Caritas Austria, Caritas Kosova, Caritas Shqipëria, Caritas Bosna Hercegovina dhe Caritas Serbia. Këto ishin partnerët e parë dhe pastaj fillon pas një viti testimi është edhe përqafu prej financuesve që është donatori kryesor ADA, pastaj është Renova Bisi, Medikori dhe Sekur Katolik apo Caritasi francez. Këta ishin do thotë mbështetësit kryesor për këto 6 vite, se tani përfundojmë fazën e dytë të projektit, po donatorët, mbështetësit kanë qëndru besnik gjatë gjithë këtij rrugtimi. Sa kanë qenë në të kënaqshme arritjet gjatë kësaj kohe, po flas në Kosovë, dhe sa kanë përfituar qytetarët apo të rinjët e Kosovës nga këto projekte? Jemi mundu mi maksimizu mundësitë të cilat i kemi për komponentët të cilat në fakt janë pjesë e projektit Your Job. Për shkak se është program individual, ku i riu trajtohet përmes këshillimeve të orientimeve në karrierë, pastaj kalon me zhvillimin e aftësive të buta që quajmë na, që fillon prej prezantimit të tij në vend të punës, menaxhimit të kohës, përgjegjësisë, shumë fusha tjera. Në këtë mënyrë ne e plotësojmë ose e përgatitim një të ri që të jetë i gatshëm dhe i pranueshëm nga tregu i punës. Pastaj fillojmë hapi tjetër është profilizimi. Profilizimin e kemi në 2 mënyra. Profilizimi profesional, përmes trajnimeve profesionale, ku një i ri përfundon me një zanat dhe është i përshtatshëm dhe tamam i përgatitur për vend pune, natyrisht edhe përmes praktikës në punë. Praktika në punë është një hap shumë i mirë, ku i riu mundet me dëshmu vetën edhe me i jep rast edhe biznesit edhe vetës për një punësim të qëndrueshëm. Dhe e fundit jo më pak e rëndësishme është edhe trajnimi i të rinjve në ndërmarrësi dhe në vetë punësim. Kjo ka të bëjë përveç trajnimit të trijut, se si të mësoj se si të bëj biznes, është po ashtu edhe aspekt motivues se mundet vetë me u punësu. Për punë, në fakt, ne kemi 20 bizneset, të cilat i kemi themelu përveç gjatë kësaj fazës së dytë, dhe këto 20 biznese përveç që funksionojnë, janë edhe kanë arrit edhe me marrë punëtor të ri dhe mu zhvillu. Disa kanë zhënu tregun, lokacionin apo edhe klientelën. Është në kënaqësi me pa një tri, kur thjesht prej një triu i cili ka ardhur tek ne me pak vetbesim, me shumë pikpyetje dhe përfundon tjetër ta ketë një biznes dhe të thotë, wow, unë sot e kam një punëtori edhe prodhoj pajisje ose diçka për Gjermani.
Atëre, sa i përket bashkëpunimit institucional, sepse sigurisht ka pasë bashkëpunim institucional, sa i përket institucioneve shtetërore, apo ka pasë ndjecje në këtë aspekt, si ka qenë bashkëpunimi në këtë aspekt duke u bazuar se ju veproni në për shumë komuna, në gjitha komunat e Kosovës, do të thoj se disa i cekt më kryesore, por si ka qenë bashkëpunimi institucioneve të shtetit dhe projektit Your Job. Në fakt, unë duhet t'i falenderoj institucionet e tona dhe një pashtu dhe komunat, si komunën e Mitrovicës dhe komunën e Prizrenit, të cilat përveç një bashkëpunimit e që kanë hapur dyert për bashkëpunim të hapur, kanë kontribu dhe kanë përqafu edhe iniciativën e Your Jobit, të bashkëfinancu, të kontribu financiarisht për me rritë ndihmën tek qytetarët e tëne. Ku, në fakt, në Mitrovicë janë 12 biznese dhe 7 për tëne janë mbështetuna prej komunës. E kanë amplifiku ndikimin e projektit. Po në anën tjetër edhe me agjencinë e punësimit, po edhe me biznese, kemi një bashkëpunim shumë të mirë. Dhe kjo është falë se Caritas Kosova fillimisht përveç bashkëpunime ndërton edhe një besim. Kjo të ndërsjellët, ku ne mes vete do të thotë mirë kuptohemi, diskutojmë dhe pastaj vazhdojmë dhe e shohim një tjetrin si mbështetës dhe përkras drejt një qëllimi që kemi ofertën më të mirë për triun. Si ka qenë, do të thotë, natshmëria e donatorëve, sa i përket zbatimit të projekteve në nivel shtetëror? Donatorët janë të kënaqur, mund të themi, por përveç kënaqësisë ne kemi nevojë për një zgjatje më të tjeshme. Kështu që besoj që ky nivel i kënaqshmërisë me rezultate në nivel rajonal, po edhe në nivel lokal, shpresoj të shërbej për një fazë më të tjeshme apo një projekt që jetë themel për iniciativeve të ngjashme që ju ndihmojnë grave, komuniteteve ose grupeve të cënueshme për një punësim apo mundësit më të mirë për çasjen e tyre në treg punës. Faleminderit shumë. Faleminderit juve.